Falem. E pastaj çfarë të dhash? Nëse këto gjëra na kanë ndodhur neve në kokë, ndoshta ne duhet të bëjmë një hap para, ndoshta. Ndoshta dhe kjo është testi ynë, dua të them pra. Së bari kjo gjë më ndau nga familja. Pastaj më ndau edhe nga ti gjithashtu. Po të na binte kjo gjë neve në dorë. Ndoshta ne duhet të mbajmë duar dhe të qëndrojmë krah për krah së bashku. Dhe ta kalojmë të gjithë këtë test së bashku. Xhaxha, thua mund të ketë një provë të tillë. Nuk duhet të ketë. Patjetër që nuk duhet. Të gjithë shikojnë të shtypurit. Për hir të Zotit, a mund ta shikosh të shtypsin ti, hë? E ky është testi yt, birë. Ky është edhe testi yt. Le të shohim nëse mund ta kaloni. Duhet të flas me zogjtë e zjarrit. Gjemyr, ku është lapsi yt? Ha? E humba. Birti nuk ke një gomë për lapsin tënd. Ku janë? I humba. Drejt që e mori i humbe, ku në tokë një person humbe zotimet e veta? Në rregull, sidoqoftë, le të ndajmë lapsin për sot në rregull? U kuptuam. Sabit, eja këtu. Eja shkruaj në këtë listë. Le të bëjmë një listë. Shkruani sendet e humbura. Duket se duhet të blejmë lapsa. Mere. Mere. Vendose në çantë. Mere edhe këtë mjaltë që kollitur gjithë natën. Hajde, haje. Të lumt. Sabit, qëndro. A e pini çumshtin? Ha? Po. Gjurxhan? Pse kjo vezë nuk është e mbaruar? Unë nuk i dua vezët. Çfarë do thua që nuk të pëlqejnë vajzë? Nuk të pëlqejnë bekimet? Disa i gjejnë, disa jo. Hajde tani, le të mbarojmë këtë vezë. Hajde tani. Arif, pije këtë mjaltë bre i dashur, pije. Hajde, pije, hajde. Hajde. Po. Ha, e dashur, shiko. Kjo duhet të përfundoj, në rregull? Hajde, mere, ha, të lumt. Sabit, i ka tje dhe shkruaj. Aliu, 1-2. Pyes veten se çfarë mendon Arifi si një pëllum breshkash? Unë nuk e di për vëlla Alin, por po mendoj të qëndrueshmërinë e kësaj bote, motor. E di shumë mirë këta. Është një çështje e thellë. Ç'lloj paqëndrueshmëri është kjo? Jemi kaq shumë fëmijë pas një parim. Nuk kemi nën. Ti sillesh si një nën për ne. Por ti nuk ke fëmijë. Kjo është paqëndrueshmëria jote. O Zot, o Zot. O Zot, bre. Ti po mundohesh ta ndryshosh temën, ha? Po i zgjuar. Ha? Mere këtë mjaltë tani, hajde mere po mos e mbarove këtë, atëherë do ta shohësh. Si ndjehet një nën? Shiko, më lër të them diçka bir. Ajo hedh një pantofel. Po të ishe fëmija e saj, ajo do të godiste në moshën 12 vjeçare. E shikon si e di ai shije në një pantofle? Ajo pantofl do të zbres mbi kokën tënde herët avon. Unë çfarë kam bërë? Hyma në të djathtën e ti, sare në të majtën e ti, me cilën ke shkuar mbrëm pyes veten. Ej, mos qesh. O Zot, po më bëni të flas para fëmijëve. Shiko, më përqafoni tani? Tur për ty. Shiko, ti më përqafon, unë nuk jam dispozicion tani, Gjano. Jam i zën, provoja përsëri nesër. Shiko, autobusi po vjen. Hajde mos qeshni, mos më mërzitni qohuni. Eja një është bukur kur qeshni. Hajde, eja qohuni dhe shkoni. Vëlla Sabit, merri fëmijët dhe shko. Fëmija nuk do të tërhiqet, mere këtë. Hajde, meri. Hajde, erdi autobusi. Merni edhe çantat. Shpejt. Autobusi është tu, shpejtoni. Merri çantën, mere. Mere. Gjano, mund t'i shkruash edhe këto, ti i përballon. Hajde shpejt.
Ali shiko, nëse ky idiot i shkon me këtë mendje, unë do ta vras. A duhet t'ja them? Është shumë e vërtet, Zema. Nxito se është rradha ime. Ha, pra ti nuk po thua se unë do të ballafaqohem me të dhe të flas me të. Zipkini djali im. Ti me gjendjen tënde të varfër dhe pasje që ndark, nuk vlen asnjë nga ato vajza. Ai nuk po na dëgjon. Është e turpshme dhe mëkat. Dhe s'po thua se duhet flas me të. Po ma hedh topin përsëri. O Ali, të lumt edhe ty të lumt. O zot bre, ky myri e pas ka harruar çantën. Shko dhe jepja. Jemi kaq shumë fëmijë pas një parim. Nuk kemi nën. Ti sillesh si një nën për ne. Por ti nuk ke fëmijë. Kjo është paqëndrueshmëria jote. Mashallah. Zoti të bekoft më të. Amin. Zoti u a dhënë të gjithëve. Hajde pra. I keni lidhur lidhët e këpucëve? Po. Shkëlqyeshëm. Shko. Mos lëvizni derisa makina është në lëvizje, në rregull? Në rregull. Hajde, keni një ditë të mirë në shkollë. Çanta nuk e ka. Ja, vrapo merre çantën. Mister, dhe ka ndodhur diçka? Jo, ju nuk keni lënë anën time për një javë. Pash që nuk ishe këtu sot, kështu që erdha sepse isha kurios për ju. Barbarosit i kemi munguar. I munguam. Më mungova aq shumë sa të mbajta në hund. Aliu dhe Merxhani ku janë? Merxhani është brenda, edhe Aliu po vjen. Eja. Hajde Kymir, me një mësim të mirë. Eja pra, mësimet e mbara. Barbaros, mirë se erdhe vëlla. Mirë si u gjeta vëlla. Po sikur të thrasim dhe Merxhanin, dua të flas me ju diçka. Merxhani s'është në dispozicion. Me ne mund të flasësh. Mirë, në rregull. Eja më mirë ulemi këtu. Po të dëgjojmë, Barbar. Ha pra, çfarë do të thuash? Në fakt erdha këtu për të marrë pëlqimin tuaj për diçka. Ç'është kjo fjalë? Për çfarë çështje doni pëlqimin tonë? E dini, keni një javë që më mbani të zënë. Duke u përpjekur të më shpërqendroni, duke u përpjekur të më ngushëlloni. Po, që të mos ju vi keq për çatallin. Por mendja jote ende nuk është e qetë, e fortë. O Sabit, edhe në këtë gjendje siç jam, ti akoma më bën të qesh. Ore Sabit. Edhe? Arsyeja pse erdha është çatalli. Ai bastard që është baba im. Ai u shkaktoi shumë dhimbje juve. Nuk mund të ndërtonit asnjë jetë të denjë për veten tuaj për shkak të tij. Haxhiu më thot, është e lehtë të kujdesesh për të shtypurit. E rëndësishme është të kujdesesh për të shtypsin. Kjo është ajo që thot testi yt. Por nëse do i jepja atij maskaraj një copë buk,
do të më dukej sikur ju kam tradhtuar juve, ashtu do të ndihen. Pra, ajo që po them, është nëse jeni dakord, unë do të kujdesem për atë njeri. Por nëse nuk jeni dakord, unë jam I gatshëm të bie nga ky test. Ne do të bijmë dakord vetëm me një kusht. Urdhro vlla. Ti po thoshe se nuk mund të kishe një jetë vetëm për shkak se ishe djali I ti. Prandaj nuk kam nevojë që të ikim nga çatalli. Dhe ne këtë jetën tonë e duam shumë. Si? Dua një letër njoftim, Barbar. Letër njoftim? Dua që të na ndihmosh me diçka, të gjejmë prindërit tanë biologjik. Le të gjejmë rrënjët tona, të marrim dokumentet tona. Do ta bëj, koka ime është në shërbimin tuaj. Shpresoj të ketë një mënyrë tjetër për të më ngushëlluar. Po, ka sigurisht. Po në fakt unë do të martohem me këtë vajzë. Mirë se erdhe, Barbar. Për këtë kam nevojë për letër njoftim. Dhe do ta di këdo që përzit me Merxhanin. Ti bën shaka me mua. Haj me të vërtet tha se do të martohet. Po, e tha. Çakalli e dole të njoftimin për këtë arsye. Shikoj ti Aliun. Por birë, e dhja që do të martoheshim prej kur ishim fëmijë. Biri im, mbaj gojë mbyllur. Mos I thuaj as kujt asgjë. Aliu tha se do të djeg këdo që përzihet me Merxhanin. O, zot, mirë në rregull birë. A jemi të plogët dhe e mbyll tani. Vajz, vjen një bomb. Ai çfarë bombe tani po nxitoje mund? Prit një minut, do bëjmë tash thëmë me knatësi, o zot I madh. Mirë, hajde, le të bëjmë tash edhe me rehat. Hajde më thuaj. Barbarosi ka shkuar te Aliu. E di? Ai do të kërkonte leje për çatallin, prandaj shkoi. Po pra, Aliu tha se do ta jepte lejen e tij me një kusht. Ai tha na ndihmoni të gjejmë familjet tona. Vëlla im. Po vërtet. Pse vëlla im do të donte të gjente familjen e tij? Madje familja e tij, baba I tij, do me thonë... E di që është e poaqi pa besa çatalli, por kjo nuk është çështja. Aliu dëshiron të marrë letër njoftim. E po kara? Gjej pse? Hajde kara më thuaj ose do të hedh na herë kokën tënde, e? Mendoj një herë. Më thuaj tani. Ai dëshiron të martohet me Merxhanin, vajza ime. Çfarë? Po, sot njëri nga djemtë I tha Merxhanit, po sillesh si nën për ne, por nuk ke fëmijë. Dhe ai u prek në një pikë të keqe. Po, kur Aliu pa se sa e mërzitur ishte ajo uratë e tij, ai tha, unë do martohem me këtë vajzë, do bëhet ajo nëna e fëmijëve të mi, do jetë gruaja e shtëpisë ime, kështu thoshte ai. Ajo do të ishte një nënë e shkëlqyer. Po, e di, ajo është vajzë shumë e mirë, pikërisht. O, zot. Kur do e falesh ti atë? Nuk e di. Por me të vërtet po përpiqem, ha? Mua nuk më intereson e gjitha kjo. Nëse bën paqe para dasmës bëj, sepse dua të kërcej në dasmën tënde dhe ta të shmendat barbar.
Më fal, mendova se ishe vetëm. Unë erdha të shoh nëse do të dalim. Përshëndetje. Ku po shkon? Barbari do të nxjerr babain e tij sot pra. Prandaj dua të jem në shtëpi para se të ndodh kjo gjë. Mirë, të dërgoj unë, çfarë thua? Ne do të shkojmë së bashku. Kam një takim me financat, do anuloj. Dhe unë do të vi, për ndryshe Nazmia do të mërzitet. Kujdeset çfarë flet në vetur, sepse mund ta përdorin kundër teje. Ai është duke hedhur fjalë sepse unë e bëra të rrëfej për vrasjen e babait. Në rregull, Hyma. E pabesueshme, shikoja atë të çmendurin. Lërata, hajde të shkojmë. Eja, hajde të dalim. Eja, çfarë çmendurie? I çmendur është ai, çmendur. Eja, të shkojmë ne. Erdhi koha për të larguar. Barbarosi nuk është asgjë kundi. Me sa duket nuk ka pranuar kujdestarin. Çfarë do të bëjmë tani? Nga duhet ta di unë pa mirë se çfarë të bëjmë. Ai nuk do e çoj këtë në shtëpi. Po ta them unë ty. Çfarë të bëjmë tani, Daj, ha? Erdhi. Ha? Shkojmë nëse jeni gati. Gati jemi, gati. Eja, shef, eja. Eja, vishë shapë. Hajde. Më lër mua, më lër, largo, largo! Kush je ti? Nuk të njoh, largo, lër më tani. Shef, unë jam largo prej këtu. Pamiri jam, shef. Mos më prek, largo, Barbaros! Daj, për hir të Zotit do të vi tani. Më lër të them, më lër të gjet, largo! Mos më prek me duar. Tani vjen ai. Pse po vërtet? Bir, eja këtu qëndro pra meje, nuk e njoh këtë person. A, ti më njeh shumë mirë, apo jo? E njoh me siguri. Ti e biri im pra. Eja këtu, eja afër meje. Për hir të Zotit, të lutem Eja, Daj, të lutem. Shkojmë tani në shtëpi Bir, eja. Zot më jep durim. O, Zot më jep durim. Amin, amin. Hyma? Lara? Hala? Gjaja Haxhi? Barbaros tha se do të sjellë çatallin për disa minuta. Halla dhe Eminia përgatitin ushqimin. Vendosëm prisnim në kopsht që Barbaros të mos na çonte në shtëpi. Mirë keni bërë. Hall? Ju e njihni Karan. Ai filloi të punonte me ne, pra e di edhe këtë? Sigurisht që e njeh. Vrasësi i babait tim. Hyma. Shumë jam penduar. Do ta thoja këtë sigurisht, por nuk jam për fat të keq. Edhe njëherë ngushtimet e mia, zonja Haxher. Menderesin dhe ty e lam në vullnetin e Zotit. A nuk është kështu, Haxher? Po. Ashtu është. Unë nuk të kam falur. As ty dhe as vëllaun tim. Zoti të falt. Në rregull. Prit! Mirë se erdhe. A më njeh mua?
Jo, nuk të njoh e dashur. Në fakt unë nuk mund njoh askënd, vetëm djalin tim dhe mbesën time. Kjo është e vërteta. Ndoshta në këtë mënyrë do t'jetë më e lehtë. Nuk do ta mbash mend fare. Edhe ne do të përpiqemi të harrojmë. Barbar, hala ime bëri ushqim të shijshëm në shtëpi. Hajde ja të ham drek së pari, ha? Në rregull. Hajde të shkojmë. Unë nuk I thira. Nuk ka problem. Vlla, ç'kemi? Pse erdhët? Më drejt të mbajtëm të zënë për një javë, po përpoqem të shpërqendroni. A mendoje se do të linim vetëm sot? Le tham se jemi një familje. Edhe në kohrat e mira, edhe në kohrat e këqija. Faleminderit. Hej, ti! Hej! Eja këtu pra më lërë të shoh se çfarë ka në atë xhep, ha? Qetëso, çfarë ka aty në xhep? Ejmja! Në rregull çatal, deri djalin të qit. Ejmja! Ti të rritësh edhe pak, dhe unë do t'jap me qira një shtëpi me kalorifer. Thash me kalorifer, vajs, nuk thash me një sobë. Faleminderit, nuk dua. Sabiti im? Barbar. Wow, zotri Qatal, wow. Çfarë po bën? Barbaros. A shoku yt ky, s'më ka pëlqyer kur ky. Aha. Do ta mbaj mend këtë Qatal. Mjaft kemi qëndruar këtu para derës. Hajde brenda, tavolina është gati. Le të shkojmë dhe të ulemi. Emile, vajzë, vendos të lutem edhe 4 pjata tjera. Familja jonë është shumë e zgjeruar, shiko. Ja të shohim, pra. Edhe një sy kësaj. Është si një shkurë e zezë mbërtyrë në mes. Mere këtu. Ma e vëlla. Nga dal, prit. Wow. Kjo është shtëpia ime? Djal? Barbaros, kur e bleva këtë shtëpi unë? Eja shkojmë. Ha? Eja shkojmë. Prit, nga dal. Eja të shkojmë. Wow.
Pse po qesh ti vajz? Po qesh me fatin, motër. Qatalli që na la të gjithve të pastre, a do të jemi një familje tani? Me lejoni t'ju ja pantofla. Faleminderit vajza ime. Ma je buj? Ju baft mirë. Hyma? Hajde vajz? Erdha. Ju lumshin duart. Ju lutem urdhëroni. Ju boft mirë. Çfarë ndodhi? Çfarë po ndodh, pse po qesh? Ka një nazmje që qatalli e ka lënduar në këtë tavolinë. Por, falë saj ne u bëm një familje e madhe, apo jo? Po e vërtet. Pas ta kohë jam ullur në një të tavolinë me Gylajshen. Ajo nuk na fali, nuk na përqafoj, por jemi krah për krah. Fal qatallit. Zoti e bekoft, qatallin. Amin birim, amin për të gjithë ne. Shiko se çfarë po thot ky. O, zot na ruaj. Ma njeri, kjo gjë e demencës është një gjë kaq e bekuar. Po e ha bukën për herë të dytë. Kur e hëngre të dytën? Nga gjyshja ime sëmur? A keni pasur një gjyshe të sëmur? Po, kam. Ai është si qatalli, nuk më mbante mend fare. Është i njëjtë si ai. Mos fol kot, nuk ishe gjyshe. Jo, as pak. Më lejoni t'ju tregoj për atë gjyshen serile. Tani, ditën që e morëm lajmin që ti kishe vdekur, zipkini dhe ne u çmendëm. Filluam të bërtisnim për këtë çështje në rrugë, dhe pse tash më dihej. O zot, o zot. O zot, ha? A isha unë i vetmi që bërtita? Keni bërtitur të gjithë me të vërtet? Duke e bërtitur. E bëm një onë në sheshin Sultan Ahmet. Ne me të vërtet e bëm atje honë, e di. Shikoti. A duhet të harrojmë këngën e tij se ai vdiq? Të mos harrojmë. Të mos harrojmë këngën e tij. Mjaft! Po pushoni më, mjaft! Sa keq po këndojnë. Po na dhem koka! Po na dhem koka, mjaftoni lutem, mjafto gojen. Kara! Nuk do të harrojmë këngën tënde. Edhe ti këndo. Le të zbres qiellin në zërin tënd, Kara. Mesela! Alın yazım gibi mesela. Hajde, qo. Vëllezër, më lini të shkoj, vëllezër. Ju lutem. Sabit, merre në Gylajshen dhe ikni shpejt. Prapo, Merxhan lëviz. Ju lutem. Ec, po them, ec.
Lëreni Zipkinin. Valla, për hir të Zotit lëshojeni. Shikon, nuk do ta shohësh më këtu. I lutem Dima, të shkojmë. Edhe ti po lutesh apo jo? Edhe ty do të marr. Kap edhe këtë, hajde. Më lë. Kapeni. Më lësho. Më lësho krahun. Do me thonë edhe ti po kërkon. Le të ecin së bashku burrat e këqit që i bëjnë fëmijët të lypin. Ja, dhe ne do t'i arrestojmë fëmijët, të betohen. Mos bëni asnjë të lashë. O, njerëz, dëgjojeni zërin ton. Po i arrestojnë fëmijët e vegjël. Edhe pse ky nuk është fëmijë, ky është bobur i madh. O zot. Mbyllë gojen tani. Çfarë të mbajture? Nëse keni familje, do ju dërgojmë dhe ata do t'i dënojmë. E nëse s'keni familje, do ju dërgojmë në jetimore. Hajde, esni tani. Pra, pse se thoni këtë nga fillimi, jo? Ju na friksuat kot më kot neve. Sigurisht që kemi familje neve, si mund mos kemi? Sigurisht keni. Do ta kuptojmë të. Esni. Këtu. Çfarë do të bëjmë tani? Nga ta diun. Çfarë do të thuash nga ta diun? Je ti që thua se kemi familje, o budalla. Mendova se nuk do vinë, ne do të arratiseshim. Shiko, gjyshja ime është këtu. Çfarë do të thuash me gjyshën tënde? Si nuk e dini, kemi ngrënë ka që mbun nga ajo. O, gjyshe. Ke dalë për shëtitje ti? Bëre mirë. Moti mirë. Eja të marrim për një shëtitje. Eja të qënë për shëtitje. Kush jeni ju? Është nga pleqëria, gjyshe ti me i ka ikur mendja. O, gjyshe, unë jam pra një pytë Zaferi. Dhe këta janë shokët e me, të kujtohet? Shikoj nipin. Nuk kam një nip me emrin Zafer. Kush? E kush janë këta njerëz? Oh, zot, është gjyshja ime, Fatma. Kush është Fatma? Hajde, edhe emrin e ka arruar. Vëllezër polic, gjyshja ime është pak senile. Ti e senile? As një person senile nuk e pranon se janë senile. A është veç shkencërisht kjo? Nëna ime Fatma është një shembull i kësaj. Emri im nuk është Fatma, pra. Unë quhem Shykyfe. Fatma. Shykyfe. Fatma. Shykyfe. Shiko, ata janë kritikisht të mendur. Ti e i që mendur, pra? Tamam vajzë Shykyfe. Fatma. Largo që këtu. Largo. Teze, i nje këta fëmi? Të thash që nuk i njo. Pse fëmija im? Ajo është senile. Teze, a keni një djalë nusa apo diçka tjetër? Me vajzën time. Ha? Baba im është në punë, por nëna ime është patjetër në shtëpi. Shko pyet, vazhdo, shko pyet. Po, ashtu është. Ti nuk je as fëmijë e vajzës ime, gënjeshtrat nuk të rrim pa lëvizur, apo jo, fëmijë, thuaje? Mere shikoje, dje ajo po i thoshte mamas sime se nuk është vajza ime. Ti nuk e ke idenë se çfarë po kalon nëna ime. Më thyet zemra kur shoh gjyshen time kështu. Të kujtohet vëlla gruaja e zgjuar ishte? Shumë. Eja këtu teze, eja. Tre. Ejani këtu, ejani. Dal, eja këtu. Vraponi pandalshëm. Me qanë më shpejt. Vrapo më shpejt. Shikoni Nazmian, shikoni. Nuk mund të besoj, Zafer, ti e bëre gruan të shmendet. Çfarë duhet bëja? Kishim frikë të përfundonim në jetimori për shkak të këtij njeriu. Ky njeri kishte krahë të çmendur kudo. Po të paktën mund të na kishte kapur. Por ai nuk mund të na kapte.
Eja këtu. Ku po shkon që në mëngjes, eja? Çfarë ndodh, ha? Ku po shkon? Çepe. Çfarë ka? Nuk mund t'ja shprej për një jetë të tërë, po ju lutem më ndihmoni të arratism nga këtu, ju lutem. E pamundur. Edhe nëse e shpreh për një jetë të tërë, nuk mund të më sjellësh aq para sa veshka jote e mbetur. Çfarë do të thotë jo? Ti pse mendon se po të më mbajnë këtu, ha? Mendon për këtë kara? Mendoj një herë, vare në funksion këtë vazo. Unë do të them ty. Nëse veshka e fezës dështon sërish, gjithsesi ke një rezervë. Do ta marrin edhe atë veshk. A më kupton tani çka është puna? Atëherë do të vdes. Ky është vullneti të plot fuqishmit. Çfarë do të bësh? Eja këtu. Jo, të lutem, mos më lër. Jo, mos më lër, të lutem. Erdal vlla! Mos më lër, të lutem. Erdal vlla! Ja. Erdal vlla! Të lutem, mos më lër. Prit pak. Erdal vlla! Prit! Eja. Shiko vlla, e ka pak të dreq djali. Faleminderit Çatall. Mund të shkosh tani. Hajde, miru pafshim. A nuk të thash unë që të mos ikësh? Apo jo? A nuk të thash? Çfarë të thash unë? Çfarë të thash? Djali pa të gjuhëshëm! I pa të gjuhëshëm! Motër, më jep pak buk. Kara. Mirje. Mirë. Më kujtohen ditët e vjetra të Çatallit. Shikoje këtë, duke ulur rehat përballë nesh pa paguar asgjë. Por pastaj thash me vete, biri im Kara, ti dërgove të paktën një nga qentë së kaluarës në parajsën e Gomerëve. Çfarë do të thotë kjo? Them se ja dhash një goditje në kokë burrit që ja shitim besën këtij bastardi. Këtë e mendoja. Madje e kanë parë edhe në videon që mori hyma, ndaj nuk është sekret. Çfarë ndodhi? Nën e biu zbehet? Qohu. Ngriu nga tavolina ime. Çfarë nuk shkon, nuse? Ti kën nga tavolina, kujt po e largon? Ha? Unë nuk mund të ulem në të njëjtën tavolinë me vrasësin e burrit tim Lara. Ne jemi ulur në të njëjtën tavolinë me trafikantin e fëmijëve. Barbaras, për çfarë folën birim? A është e njëjta gjë kjo, ha? Ky njeri është baba yt, patjetër që do t'ulesh në një tavolinë. Por kush është ky? Askushi. Është vllai i pronares së kësaj shtëpie. Çatallit nuk mund t'i bëjmë asgjë. Pra ti thua që ta mposhtim Nazmien? Pikërisht. Çfarë do të thuash do të bëjmë? Kara. Ha? E di çfarë do të them? Pse po zvarritesh në skajet e hoteleve? Eja këtu të jetojmë së bashku në shtëpi. Bëhu shoku i dhomës sime. Çfarë? Si thua, a është në rregull? Për zotin të betohem, nëse do ham në këtë tryezë, unë jam për. Po më turpron, mor. Do të bëj një dhomë të bukur. Ju mund të shtriheni ballë për ballë njëri tjetrit me Çatallin. O, në rregull, çfarë do dëshironte më shumë, Kara? Jo, do të jetë mirë. Uaj be. Ti dakordohesh pra. Do t'i merrni këto në shtëpi. Sa bukur. Atëherë merr edhe këtë djalin që vrau nënën tënde. Le të kompletohemi. Unë do ta vras këtë grua të çmendur. Çfarë po ndodh?
Hacer! Ana, çfarë po thua ti? Çfarë po thua? Maniake! Hacer! Hacer! Dalo! Mos më prek mua, ndalo! Daluni! Lëshoje! Të lutem Dalë moj, hej! Lëshoni! Për hir të Zotit ndaluni! Ndalun një herë! Grua e pasiv! Psikopate, e çmendur! E çmendur! Po bëni ju? Vajzë, çfarë po bën? Dal! Meselem, bu benim meselem, derin mesele, ezelden ebede giden mesele. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdidir benim meselem, mesele. Bir sevda türküsüdür meselem, aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem, meselem. Ndize! Bir sevda türküsüdür Hajde dhe të gjithu shmedhe për këtë çështje. aşkımın öyküsüdür meselem. Benim meselem, derin mesele, ezelden ebede giden meselem. Bu benim meselem, derin mesele, ezelden ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdidir benim meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem, kırık sazım gibi meselem, İki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele, aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele, mesele. Cevapsız sorular üst üste biner, kördüğüm misali benim meselem. Cevapsız sorular üst üste biner, gördüğüm misali benim meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner, yanına çağırır beni meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner, yanına çağırır beni meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem, kırık
sazım gibi mesele. İki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele